Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dije dobishme, na mundso vepra të mira, e na furnizo o Allah me furnizim të pastër dhe halal sa të jemi gjallë. O Allahu Zot, na bëj dobi me dijen që na ke dhënë, e na jep dije që na bën dobi, dhe na shto Zot diturinë edhe urtësinë. O Allahu Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, pasi ta njohim, dhe na njeh o Zot me të pavërtetën dhe na largo prej saj mbasi ta njohim. O Allahu Zot, na jep fuqinë, guximin që kur pyetemi në fenë e Zotit për diçka që nuk e dim, të themi nuk e dim. Amin. Atëherë po filloj me pyetjet. Thot pyetja e parë, ajeti kuranor që përdoret dhe si dua: O Zot, mëshiroj ata të dy ashtu siç më rriten mua ata me edukat, ose siç më edukuan ata kur isha i vogël. A vlen si dua edhe mbasi prindrit ke ndruar jetë, apo vetëm kur janë gjallë? Kjo është për duave që na e ka mësuar Zoti me u lut për prindrit tanë. Një gjë duhet me pas gjithmonë parasysh, që nuk ka më mirë se sa me përdor duat që i mëson Allahu besimtarëve në Kur'an. Nuk ka më mirë sa me përdor duat që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sepse njeriu sado që të mundohet me i bë duat sa më përmbledhse, sa më gjithë përfshirëse, ku dëgjon etj, prap mbetet i dobët. Ndërsa duat e Kuranit ose duat e hadithit, për lutje që i ka përmend Allahu në Kur'an, apo lutje që i ka përdor pejgamberi, janë lutje gjithëpërfshirëse. Kjo lutja, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, o Allah, mëshiroj prindrit e mi ashtu siç më rritën dhe më edukuan nga voglia ose nga vegjëlia, si më përshtatet shqip. Faktikisht kuptohet nga ajeti kuranor se ky ajet bëhet, kjo dua bëhet kur janë prindrit gjallë. Sikur kuptohet prej ajetit, po faktikisht s'ka lidhje. Ky ajet mund bëhet edhe mbasi prindrit kanë ndruar jetë. Sepse thot një rregull e usuli fiqhut, la ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Si më thënë, përderisa teksti është përgjithësues, nuk e kufizon atë shkaku dhe arsyeja. Përderisa teksti është përgjithësues, nuk e kufizon atë shkaku dhe arsyeja. Siç tha i sahabiu, nezelet fije khasa, wa hiya lakum amme. Ajeti ka zbrit për mua, tha, po është për gjithë ju. Ajeti ka zbrit për mua, po është për gjithë ju. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se ajeti ishte gjithë përfshirës, pavarësisht se kishte një shkak, pavarësisht se kishte një arsye. Edhe këtu ajeti flet për një moment kur njëri është gjallë, respekti ndaj prindërve etj, dhe ndër të tjera, jo vetëm që i respekton prindin, jo vetëm që i kënaq prindrit, jo vetëm që nuk ka kthen llafën prindërve, jo vetëm që nuk i thot uf buf prindërve, por edhe lutet për ta dhe thot: o Zot, mëshiroj siç më rritën, siç më edukuan qysh nga voglia apo vegjëlia ime. Dhe sikur duket që ajeti po flet për njëri që është gjallë dhe që i ka prindrit gjallë. Po faktikisht ajeti vlen edhe për dikë që i ka ndruar jetë prindrit. Pse? Sepse aksioni është kryer, edhe pse ata kanë ikë nga kjo botë. Kush të rriti, kush të edukoi? Prindrit. A janë në këtë botë apo nuk janë në këtë botë, nuk është çështja aty tek ajeti dhe kuptimi i ajetit. E rëndësishme, pra vlen kjo dua që të bëhet për prindrit edhe masi prindrit kanë ndruar jetë. Jam një besimtar, musliman 5 vaktli dhe lexoj Kur'an për ditë dhe bëj dhikr. Mirë po, kur bëj dhikr kam qejf që bëj gjithmonë nga 100 herë.
dhe i shënoj që mos t'i ngatroj. A bëj problem, mos po bëj bidat, apo jo. S'ka gjë kur njeriu ja vjen një detyrë vetes vet për ta përmend Allahun kaq herë, për të bërë istighfar kaq herë, për të thonë la haula wala quwata illa billah kaq herë. Dhe ka qefti ketë me numra, 100, s'ka si lloj problemi fetarisht. Derisa s'beson se ky numri është mirë apo i këshilluar. Unë di për shembull vëllezër që më kanë marrë në telefon dhe thotë, "O hoxh, unë bëj 1500 herë." Kështu që thotë ky vllai këtu. Njëri i bëjtë 3000 herë. Njëri i bëjtë 1000 herë salavat në ditë. Borri vjetër, borri moshuar me fjalë. 1000 herë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pse ja lehtëson Allahu? Kush e bën edukat, kush e fut në program, vjen një moment që Zoti ja lehtëson. Ka njerëz që dhikin e mëngjesit të sabahut e mbyllin për 3-4 minuta, sepse janë dua që i ka mësuar, i ka bërë edukat, i ka fut në program, edhe nuk është se i merr kohë si dikush që për shembull herë e bën dhe herë se bën dhe gjithmonë i merr gjysore. Ndërsa ai që e bën edukat, ka lënë puna, siç është me Kur'anin dhe siç është me gjithçka tjetër. A ka një kohë të rekomandueshme në një njohje mes dy personave që po njihen? Dhe çfarë rekomandohet për një kohë zgjatje për të njohur me dikë? S'ka, nuk ekziston. E rëndësishme është që ta arrijnë përfundimin dhe qëllimi të jetë i saktë dhe takimi mos të bëhet i pa ditur nga familjet dhe i pa mbikëqyrur. Për ndryshe s'ka as kufizim herësh, as kufizim kohe. Pra përderisa familjet janë në dijeni dhe dy të rinjt ulen duke qenë njëri nga familjarët diku aty afër, nuk është kusht me qenë ai në tavolinë, nuk ka, domethënë kufizim. Nuk ka kufizim, po ka edhe si më thonë diçka normale, sepse ti nuk e për ta pyetur sa rruza gjakut bardha ke, as nuk e për ta pyetur se si je me tensionin. Janë ca gjëra përgjithshme që njeriu i shef, i mediton, i kupton një herë, 2 herë, 3 herë, etj, se s'do t'jap shifra sepse dikush pastaj e merr shifrën sikur është ligji kështu. E rëndësishme, po edhe me tepru shumë, jo, edhe me thonë një herë, hajde, mbylleni me një herë muhabetin, jo, pra le të jetë diçka tek normaliteti. E rëndësishme është mos të bim ndesh me rregullat e fesë edhe të besimit. Burrat e kanë obligim xhuman, po gra që e falin xhuman, a kanë obligim drekën? Jo. Kush e fal xhuman, mashkull apo femër, udhëtar apo venali, i vogël apo i madh, nuk e ka më për obligim drekën. Sepse xhumaja e plotson, xhumaja mjafton. Argumenti, nëse dikush vjen për ditë xhumaje me vonesë dhe e kap imamin tehijat, sa rekat fal? 4 rekat. Po këti sa rekat i kanë hik faktikisht? 2. Sa fal? 4. Atëherë ka dallim mes drekës dhe xhumas? S'ka dallim mes drekës dhe xhumas. Ka një fjalë që thot hutbja sa për 2, namazi sa për 2. Dhe kjo është një nga argumentet e forta atyre që thonë s'ka dallim mes xhumas dhe drekës për ta bashkuar me ikindin për ditë xhumaje. Për udhëtarin. Argumenti tjetër i fortë i tyre, cili është? Thonë sepse xhumaja nuk ekziston fare për udhëtarin. Statusi i udhëtarit nuk e përmend xhuman. Po mirë, udhëtari vjen për xhuma, s'ka problem, Zoti ja pranoft, është okay. Sepse edhe po mos ishte xhuma, sa do të falte udhëtari? Erdhi për xhuma, sa fali? Në rregull është udhëtari. Pra s'ka dallim mes xhumas edhe drekës, dhe ai që e fal xhuman ose ajo që e fal xhuman nuk obligohet më për drek. Bie dreka atë ditë deri nesër në atë vakt që hyn dreka e ditës tjetër. Pse ai shumë ndarje në mendimet e dietarëve islam, kur të gjithë thirrën në hadith,
A thua egoja e dietarëve se kush do jes më i miri nga mendimet e tij? Kupton ti çfarë muhabet kopshti. Pra muhabet si kur kalamojt po zihen kopësht edhe faktikisht është një frym kjo, një frym e keqe e cila dëshiron t'i largoj njerëzit nga medhebet, mendimet e dietarëve. S'ka nevojë. Kemi Kur'anin dhe hadithin. Fjala kemi Kur'anin dhe hadithin është aq e gjerë sa që duhet dish një gjuhën, duhet dish rregullat, shkencën mbi të cilën ndërtohet fiku, duhet dish edhe pastaj për një mesele të gjesh ajetin dhe të sjellësh të gjitha hadithet që flasin për këtë temë. Kush ka mundësi me bë këtë punë? Feja nuk është vetëm transmeton Buhariu. Ka Buhari, Muslim, Tirmidhi, Nesai, Ibn Majah, Musnad, Xhamia. Sa është numri i haditheve? 60.000. Kështu që kjo është gjuhë kalamajsh. S'kan ego dietarët. Dietarët debatojnë për një çështje, diskutojnë për një çështje në bazë të argumentave që kanë përpara. Dikush mbështetet tek gjuha arabe, dikush mbështetet tek kjo rregull, dikush thotë jo hadithi nuk është i saktë se s'plotson këtë kriterin. Dikush thotë jo hadithi është i saktë, por ka këtë interpretim, për këtë arsye dhe ka. Dhe ne kemi thonë kjo e ka bërë këtë fe të mrekullueshme, të gjallë dhe aktive, ka gjallëri, diskutim përhershëm. Një nga urtësitë është që Zoti më dhe ka bërë këtë fe vazhdimisht aktive, e gjallë, debat, diskutim, menimi parë, menimi dytë, si janë mbështet këta, ku janë mbështet këta dietar, edhe vazhdojnë diskutimet dhe mbetet e gjallë gjëja. Ndërkohë që po të ishte një mendim, një fjalë, do të humte, s'do të kishte më hulumtim, s'do të kishte më diskutim, do të ishte mbyllur punë. E kuptoni vëllezër, pra çdo gjë ka urtësinë e vet brenda. Dhe është një lloj, si më thënë, edukimi që ne nuk duhet të harrojmë qëllimin kryesor. Kush është qëllimi kryesor? Kënaqësia e Zotit. Kush është qëllimi kryesor? Jena vëllezër. Kush është qëllimi kryesor? Që ne duhet ta duam njëri tjetrin. Ndërsa këto mendime të ndryshme nuk duhet prekin as qëllimin kryesor, as vllaznin, as dashnin, etj. Dhe ka njerëz që kapen me këto gjëra dhe harrojnë që me u dash me vllajën tëm musliman, edhe pse s'mendon si unë, është obligim. Është farz, është vajxhib. Ndërsa këto gjëra ka lënë vetë feja e Zotit hapësira. Argumenti më i bukur për këtë, cili është argumenti i hadithit që tha, mos ta falë asnjëri për jush namazin e ikindis, vetëm se në fisin Beni Qurayza. S'ka hadith më të bukur se ky. Dikush tha, le dali ikindia nga koha, se pejgamberi sa tha duhet më e fal tek fisi Beni Qurayza. Dikush tha jo, na falim rrugës, se s'ka arsye që pejgamberi na urdhnoi me na dali ikindia nga koha. Këta e falën rrugës, se thanë s'ka arsye që dali ikindia nga koha, kurse këto ju doli ikindia nga koha dhe e falën kohën e akşamit, sepse hadithi çfarë thoshte? Mos ta falni ikindin vetëm si fisin Beni Qurayza. Po shkon tek pejgamberi sa kujt i dha drejt asnjëri. I la të lirë. Ta vazhdoni se kemi punë tjetër tani. Pra ky është një sinjal që feja e Zotit ka hapësira. Për këtë arsye, në hadithin e saktë, pati një debat me sahabëve për leximin e Kuranit. Njëri e lexonte në dialektin e tij, se kështu e kishin gjuhë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe tjetri e lexonte në dialektin e tij, se kështu e kishin gjuhë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pati debat mes tyre. Kujtuan këta të dy se ndoshta njëri e ka gjuhë gabim, dhe po e thot gabim tani. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky Kur'an ka zbrit në shumë dialekte, në një transmetim në 7 dialekte, forma leximi.
Dhe shtata, thonë dietarët e kësaj shkence, nuk është qëllim në vetvete. Shtata në gjuhën arabe nuk kupton në shumë. Për këtë arsye, numri i leximeve masive të Kuranit ose dialektet e pranuara të leximit të Kuranit sa janë 14. Pa ai hadith thoshte 7. Gjuha arabe, kjo është mrekullia. Jo gjithmonë 7 është qëllim. Ashtu si edhe jo gjithmonë 7-10 është qëllim në vetvete. Arabët e kanë, po të tha 7, është sikur me thonë unë ty ta kam thonë 10 herë këtë muhabet. Faktikisht 2-3 herë ja ke thonë. Ose siç e kemi ne shqiptar ta kam thonë 100 herë këtë muhabet. Ndërkohë që mund të kesh thonë 3-4 herë. Pra e përdorin si diçka të shumë, me fjalë, po jo qëllim në vetvete. Kështu që kjo që thotë ego, kështu muhabeti, këto janë muhabete kalamësh. Sepse thot, hadithi duhet të ketë standarde. Po pra, tek standardet jemi. Dikush thot i plotson ky hadithi standardet, për të cilat kemi rënë dakord, dikush thot nuk i plotson. Ja ta jap një shembull. I njëjti hadith është një hadith. Transmeton Imam Buhariu nga profesori i tij, ky nga profesori i tij, ky nga profesori i tij, ky nga tabiiu, ky nga sahabiu, ky nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Profesori i dytë i Buhariut me profesorin e tretë kanë jetuar në të njëjtën kohë, kanë pas mundësi me u taku, s'ka transmetim se janë taku në herë në jetë. Buhariu thotë se pranoj si hadith. Kanë jetuar në të njëjtën kohë, kanë pas mundësi me u taku, thjesht nuk ka transmetim se janë taku apo jo, transmetim plus, që këta dy të jenë taku. Për shembull, njëri ka jetuar në Damask, tjetri ka jetuar në Bagdad. Njëri ka qenë, si më thonë, 60 vjeç, tjetri ka qenë 20 vjeç. Koha e mundshme për të takuar. Bagdadi me Damaskun e mundshme për të lëviz për të takuar. Buhariu thotë unë këtë hadith nuk e pranoj. Muslimi thotë e pranoj. Tirmidhi thotë e pranoj. Ebu Daudi thotë e pranoj. Ahmed ibn Hanbeli thotë e pranoj. Gjithë e pranoj. Buhariu kishte do të thoshti, po çfarë problemi ka? Pse s'ka transmetim se këto të dy janë taku, kjo nuk do të thotë që s'janë taku. Po mirë, ashtu ka dashur. Imam Buhariu ka dashur me qenë jo i sigurt, po i 100% i sigurt. Po kjo nuk kjo të lën hapësirë. Imam Buhariu thotë unë s'jam me këtë mendim se s'ka hadith. Hadithi është faktikisht. Jo, thotë s'plotson kriterin tim të hadithit. Ndërkohë që tjerë thonë ky mendim është i saktë, sepse hadithi është i saktë. Pra, standardi është i njëjtë, gjithë kanë rënë dakord që hadithi duhet të jetë me zinxhir transmetimi të pashkëputur nga shkruajtësi, Buhariu, Muslimi, deri tek pejgamberi alayhis salam. Pra, këto hallka duhet të jenë të lidhura. Që do të thotë, njëri ka jetuar në vitin, le të themi për shembull 50. Tjetri ka lind vitin 60. Ky quhet hallkë kputur. Pse se ky ka vdek në vitin 50, ky ka lënë në vitin 60. S'quhet hadith i saktë, mbaroi historia. Si mund thotë ky, ma ka tregu filani, ndërkohë që ky ka le 10 vjet mas vdekjes këtij. Hallkë kputur, hadithi do. Kushti i parë, hallkat e transmetimit, pra brezi me brezin të jetë i lidhur. 1. Kushti i dytë, transmetuesi duhet të jetë i drejtë. Çdo të fjala i drejtë, do të thonë ky njeri nuk duhet të ketë bërë gabime apo gjunahe haptas që ja humbin vlerën në dëshmisë në gjyq. Adl. Kushti i dytë, ky personi duhet të ketë qenë i besueshëm.
Përveç se duhet të ketë qenë mirë nga feja, po edhe i besueshëm. Kushti i tretë, ky personi duhet të ketë qenë me memorizim të konfirmuar. Duhet të ketë pas memorien sahat, zvitre. Se nëse vërtetohet që ky njeri ka pas probleme me memorien, se mori hadithin. Sa u bon? Kushti tjetër, duhet që transmetimi mos të jetë i devijuar. Çdo thot fjala i devijuar, do të thotë mos ta transmetojnë të tjerë ndryshe nga ky, të njëjtin hadith. A kupton ti çfarë kushtesh kanë vënë apo jo? Kushti tjetër, cili është transmetimi nuk duhet bjerë ndesh me argumentat. Pra kushte që këtu pastaj vinë dhe mendimet. Për shembull, thotë ka transmetuar filani nga filani, nga filani, nga filani, nga filan tabi, nga filan sahabi, se pejgamberi ose ka thënë këtë gjë. Vin ke ky emri këtu thotë ka jetuar në filan kohë. Ka pas këto profesora, ka pas këto nxonës. Shumë mirë. Vjen tjetri, ka pas këto profesor, ka pas këto nxonës. Këtë nuk e ka pas nga profesorët. Mirë po kanë jetuar në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin qytet. Pranohet atë ditë apo s'pranohet? Pranohet. Dikush thotë jo, se pranoj. Përderisa ky nuk është nga profesorët e këtij, pse kanë jetuar në të njëjtin qytet, nuk do të thotë se ta ketë dëgjuar hadithin prej tij. Pra, domethënë, thjesht dash shembull shumë thjesht për të kuptuar se domethënë siguria është shumë e fortë. Siguria është shumë e fortë dhe është shkencë me standarde korrekte, pastaj zbatimi i standardeve është pastaj pjesa e diskutimit, është ajo që ne thamë më herët, që e bën këtë fe vazhdimisht të gjallë. Ka aktivitet, ka debat, ka pluralizëm mendimesh e kështu me radhë. Kjo është bukuria. Kjo është bukuria. Hoxh thotë kam gruan shumë xheloze, nuk më lën thotë të shkoj as në punë. Si i bëhet? Mos shko. Ço gruan punë, e rregull. Çfarë na ka gjetë me këta njerëz më burr. Jam shtatzën thotë doja të pyesja lejohet që kur lind të jetë doktor. Fëmijët i lind me operacion se kështu kam lindur dhe të tjerët. Nga që unë ka një vit që kam vendosur shamin. Nëse nuk ka doktoresh për këtë punë, specialiste, lejohet. Ama nëse ka doktoresh që e bën këtë punë dhe ka sa të dush, flas për Shqipërinë paktën këtu për Tiranën, ka sa të dush doktoresh që bëjnë operacione. Ama nëse je në një vend që s'ka specialiste apo s'ka femra dhe ka vetëm doktora që janë më adapt për këtë punë, lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht edhe pse je mbuluar. A mundet në një rekat me këndu Jasinin ose një pjesë të Jasinit apo patjetër duhet me këndu krejt? Jo, s'ka lidhje fare. S'ka lidhje fare. Mund të këndosh një pjesë të Jasinit, pastaj një pjesë tjetër, fillimin edhe fundin. S'është kusht me këndu krejt Jasinin. Është njësoj si surat Al-Baqara. Kur fal namaz, është kusht ta lexosh gjithë surat Al-Baqara? Jo, mund të këndosh një pjesë, mund të këndosh ajetin Kursi, mund të këndosh dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara, s'ka lidhje. Më tha njëri që nuk është mirë me mbajt arrën në obor se është keq për njerëzit e shtëpisë. Larg aty në. Larg budallaj. A ban me ba ushtrime një kohësisht me thonë estagfirullah, me kë, jo me kë, po me gë, estagfirullah. Subhane, me pë, ka bosi sub, është subhanallah, jo subhane, se ekziston në islam fjala subhane, po është subhanallah. Ndërkohë që jam duke ushtru, përmen Allahun, mos e vrit mendjen, hiç, pa merak fare. A lejo që ta vë kurore me një person që e dua dhe pastaj t'u themi familjeve tona?
Si për shembull. Ora mos mendojnë të se kurora është kështu, vej kuror. A lejo thot me vu kurorën, pastaj të themi familje. Ç'është kurora herë? Mos kujtojnë këto se është një kuror me lule, edhe në avenjën e tjetrit, në ec. Kuror është lidhja e nikahut, kurorzim, që do të thotë vjen baba i vajzës, aty ulet si zotni, vajza, dhondri, dy dëshmitarët, edhe bëjnë muhabet, zotnish, borrash, fisnikësh. Ky thot llafën e vet, ky thot llafën e vet, ky thot jam dakord, ky thot qof për ajër, qa do tjetë dhurata që do i boni gocës, ne kemi këto kushte, si familje, thonë këto, ja, ne kemi këto kushte, stiten kushtet, rrithen fjalët, gjonat, edhe dire dhe i përfundim, majtë për hajër. I pafsharin. Ky është nikahu. Nuk është nikahu, ta bëjmë ne, pastaj t'ju tregojmë familjeve. Nuk quhet nikahu nëse nuk e din familjet. Nuk quhet, nuk e ke bërë nikahun. Nuk e ke vënë kurorën në shpirt. A mund ta bëj kurorën, ç'është kurorë me lule? A mund ta bëj kurorën? Si u boka kurora? Shko aty martohu si ç'është për të martuar robi. Martohu si që takon tamam. Ta vejmë thotë i herë ne, pastaj t'i lajmërojmë familjet. Po mirë, ku është baba këtu, ku është përgjegjësia, ku është besa, ku është amaneti, ku është bekimi, ku është urata, ku janë këto? Kjo pyetje, inshallah kap kamera, mund t'jetë bërë 1748 herë. Hodh një budalla, një gur, edhe duhen 1000 e sa veta me nxjerr atë gurit dhe nuk e nxjerrin. Ja çfarë thot guri që ka hodh budallajin në TikTok. E ngjëjt ndalojnë kohën kur vëllezërit dhe motrat flasin. E ngjëjt ndalojnë. Në kohën kur vëllezërit dhe motrat flasin. Sepse në jetën tjetër ata nuk do të takohen dhe nuk do ta njohin njëri tjetrin. Për këtë arsye, nëse ulet vllai me vllajin, ose vllai me motrën, ose vllai me motrën, ose motra me vllajin, ose motra me motrën, me lajket, Pse? Se të flasin në këtë botë rehat, se po flasin me lajket, bëhet interferim. Që me lajket pushojnë, lejk të flasin, se s'kan për të njoftë më në botën tjetër, s'kan për të pa më. E kopton të mi fjalë sa të çmendur ka kjo botë në vëlla. Dhe më të çmendur se këta, janë ata që i besojnë. Or si ka mundsi, pasha Allah, mund tjetë pyetja në këto 3 muajt e fundit më e bërë. Hoxhi nderuar, është e vërtet kjo? Tjetri, hoxhi nderuar, është e vërtet? Hoxha, është e vërtet kjo? A është e vërtet? Po mirë, Allah i shpërbleft to që pyesin, elhamdulillah, Zoti i nderoft dhe i lartësoft. Mirë po, përveç kësaj, duhet që këto faqe, kjo faqja për shembull, në rastin tim e ka emrin Leila, faqja Leila. Këto faqe duhet me i bloku dhe me i zhduk që mos të dalin më përpara. Pra kjo muhabeti i engjëve që me lajket nuk flasin, kur flasin vëllezërit dhe motrat me njëri tjetrin, sepse në botën tjetër s'kan për të pa mua, s'kan për të njoft më, është prall. Është ignorant. Është budallallik. Mos besoni çdo gjë që del nëpër internet. Hoxh, po, robi njeriu kur flen, a është patjetër të drejtohet nga kibla? Jo, vetëm kur fal namaz. Kur fal namaz do të drejtohet nga kibla. Gjumin të len ka të bimar, ose vrit mendjen.
ka të vimar flej gjumë. Vetëm krahun e djathtë poshtë, krahun e majtë lartë. Pra nuk është farz, as sunet. Po më e mirë është njeriu të jetë me fytyrë nga qabja. Kisha një pyetje, po për një motër muslimane që mua më pyeti për t'i dhënë përgjigje, po unë mendova që më saktë të drejtohem ty. Faleminderit. Ishte për umre dhe më tregoi pra kjo motra që ka bërë tawafin e lamtumirës me menstruacione. Nuk ekziston tawafi i lamtumirës në umre. Kështu që stresit zero. A ka bë umren, a ka prej flokët, është në rregull. Nuk ekziston në umre tawafi i lamtumirës. Tawafi i lamtumirës është vetëm në haxh. Unë i them nusës për xhixha familjare. Por unë s'kam qef me i thanë ajo nanës vetë. Unë i them nusës diçka familjare, po unë s'kam qef që ajo t'i thotë nanës vetë. Po, ajo më thotë du me i thanë nanës. Dhe unë i them për një gjë prap, ajo prap i thotë nanës vetë. Du më u këshillu, thotë, po më si thuj, ma, përderisa e boka për qusin tamam, mos i thuj ma. Ose kur ti të regojsh diçka llogaritë që ka për ta marrë vesh edhe nona nusës. Ç't thot hoxha, nëse njerëzit edhe kanë nevojë me u shkarku diku të shkretë, ta kupton. Fala namazin e kindis dhe sisha shumë i përqendruar. Mendoj se kam falur 3 dhe jo 4. Ka kaluar pak kohë. A duhet i përsëris? Jo. Ka i rregull që thot, dyshimi në adhurim korrigjohet. Dyshimi mbas adhurimit s'merret në konsiderat. Pra nëse unë dyshoj gjatë adhurimit duhet ta korrigjoj me sevisesh dhe etj. Ndërsa dyshimi mbas adhurimit s'merret në konsiderat. Unë kam fal drekën sot. Fillon fiksimi. Ora sa falën drekën, duke se falë 3 fare, 2, sa kam falë. Ky lloj dyshimi s'merret në konsiderat, pse se ka mbaruar adhurimi. Ka mbaruar adhurimi. Po ti isha namaz drekës unë dhe fillova dyshimin 3-4, feja çfarë thot? Llogaritë 3 dhe bëj sevisesh dhe para selamit. Qartë, ndërsa mbas adhurimit, edhe nëse ke dhënë selam, selam aleikum rahmetullah, sa fala, mbaroj historia. Jetë mor abdes, dyshove, ke la dorën apo jo? Çfarë duhet bësh? Laje. Ke mor abdes, ke në xhami lart, më duket se pas në that dorën fare. Se i duket kjo e lagët, për shembull, kjo i duket e thatë komplet. Në këtë rast dyshimi nuk merret konsiderat, se ti e ke mbaruar adhurimin. Kam një pyetje, domethënë një pyetje, një pitje. Kam thot një pitje, pra një pyetje. Jam kanë sebeb një mësit, pra jam bosh kak që bëj atë që shuat, lidhje, shkes, i thejmë ne, ndërmjetësus. Po, mirë pa ato kanë përfundu shumë keq. Unë s'kum pas, thot, s'kam pas kur far interesi, as një lloj interesi për kësaj punë. Veç një sebeb, thot, ato po më mallkojnë të dyja palët. Ti mos e vrit mendin se ky lloj mallkimi ty nuk zen, po zen ata. Se ti se ke bo me njetin e keq, ti se ke bo me qëllimin e keq. S'ka ecmar, çfarë faj ke ti shkret? Ej, zoti më. Kështu që stresit zero. Si mund t'ja bëj për namaz pasi nuk më lejohet për 48 orë t'i lag syt nga që kam bërë ndërhyrje në sy? Asi problem s'ka, laj pjesët e tjera, edhe je, okay, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht.
A është e patjetërsueshme nikabi, mbulimi i fytyrës për femrat, sepse dëgjova disa xhallar shqiptarë të huaj që thoshin se është patjetër. Kanë mendimin e tyre. Ti mos ngjon çdo hoxh që del përpara. Ti ke një hoxh tek i cili merr fen, ec sipas asaj që thot hoxha jot. Kështu që ne kemi thënë që nikabi, mbulimi i fytyrës, është një sunet. Pra është sunet. Por zbatimi i këtij suneti çon problematika, si për motrën që e vendos nikabin, po edhe për njerëzit dhe për shoqërinë dhe për gjithçka. Për këtë arsye, në këto raste, preferohet që suneti mos zbatohet për shkak të dëmeve që sjell në jetë, vështirësimit jetës, punës dhe traumave që i shkaktojnë motrës, njerëzit, shoqëria etj. Kështu që kemi atë gjën që thot zbatimi i sunetit, nëse çon dëme davetit, individit, krijimin një imazhi jo të saktë mbi fen apo mbi islamin, atëherë është mirë që ky sunet mos bëhet, përderisa është sunet. Kam bërë 9 aborte jo me dëshirë. Masi e linda një djalë, thot ai më vdiq. Desha me dita do të takojnë në botën tjetër, po inshallah taala. Abortet dhe fëmijët e vdekur do të takojmë në botën tjetër. Bëhen ndërmjetësues për prindrit në botën tjetër. Allahu ju thot shkonin në xhenet, ata s'pranojnë pa marrë me vete prindrit e tyre, nëse kanë qenë besimtar musliman. Dhe i marrin me vete prindrit e tyre dhe i fusin në xhenet. Mund t'i falim farzet në qoftë se jemi në shitore? Në shitore ka për qëllim treg, në pazar. Thot, a mund t'i falim farzet në qoftë se jemi në shitore për rroba, para të falemi në përdhomat ku provojmë teshat? Se këtu në Skandinavi janë dhomat provuese, pra për provat e rrobave. Janë të mëdha shumë dhe ne mund të falemi, s'ka asnjë problemi fetarisht. E rëndësishme është ti të kesh mundësi me nejtë në kom, të kesh mundësi me ra në ruku dhe të kesh mundësi me ra në sejdë. Nëse është kjo okay, s'ka asnjë problemi. Pas nesër nisem për umre, por më kanë kërkuar shoqet të shkruaj emrin dhe të bëj një foto të emrit me qaben. Unë mendoj se koha ati është shumë më e vyer dhe më e shtrenjtë se sa më bot tilla muhabete e para, dhe e dyta mos e hap këtë rrugë se sa ta shofi i pari apo e para këtë muhabet ka për të shku umre e të bë foto qabes me emra. Po pse e kërkojnë këtë gjë për shembull? A mos vallë mendojnë se emri, qabja, tecmar, po dëgjon. Pra mund të jetë kjo edhe një sebeb për bidat, mund të jetë kjo sebeb për besytni. Kështu që më mirë mos me e bën këtë punë. Po nëse e bën nuk ka problem, inshallah s'ka problem, po kujdes se mund të hapet në rrugë. Kur ke qef më u fal, po nuk të let diçka nga brenda vetes, po ama ti dëshirën e ke, falu. Përderisa dëshirën e ke, falu. Po është diçka brenda vetes, atë kaloje këtë brenda vetes, vej shqelmin kësaj gjos brenda vetes, edhe falu. Jam një pacient i onkologjikut dhe invalid njëkohësisht dhe kam kaq fëmijë, s'po e përmend shifrën. Mirë po, unë jam akoma në punë dhe e marr rrogën si të tjerët, sepse punëdhënësi ma ka mundësuar një gjë të tillë. Unë po pyes, a e kam haram atë rrogë që e marr pa shku në punë?
Mashallah, mashallah. Mashallah, Zoti e nderoft. Kjo është ndërgjegja e një muslimanit vërtet. Pra edhe pse punëdhon si ka thonë ty rroga do të vazhdoj se je smur, thot a kam halal se po marr rrogë pa punu. Mashallah. Për Zotin mashallah. Ka akoma njerëz të mirë kjo botë. Dhe ky është shembulli një besimtarit vërtet. Okej, ajo është halal, s'ka dyshim, po prap ajo brenga ora po e marr rrogën pa punu. Vallahi bilaj për Zotin, kjo quhet një pyetje 1 me 1000. Vallahi bilaj për Zotin. Allah hile brehoj, thot. Do thonë pash Zotin. Kush qëndrojnë shpirtnat e të vdekënve deri në ditën e gjykimit. On xhenet, on xhenem. Ruhen në xhenet ose ruhen në xhenem. Para një viti gjeta tek gjyqani një shqiponjë të lidhur. E hapa dhe e hodha se burri tha hidhe. Tani në familje kemi shumë shqetësime. Apo janë thjesht fiksime? Inshallah janë fiksime. Inshallah janë fiksime. O njerëz, ne me miliarda herë e kemi thonë, kur gjeni gjëra të dyshimta, merreni, futeni në ujë të knum. Ky ujë i knum të ketë edhe në një përzierje tjetër, mundësisht uthull, krip apo diçka tjetër. Dhe lejeni aty për disa orë. Pastaj këtë gjë në dyshim, merreni digjeni. Ke gjetë një shqiponjë të lidhur, të ngordhur pra. Merre futën në ujë të knum. Pastaj merre digje. Jo me morë me e hudhë, sepse kjo është magji. Magjisë çfarë duhet me i bë? Magjin duhet me e shkatru, me e prish. Ty ta ka sjell Allahu, e ke zbulu se ku është. Vez, pul, shqiponjë, qiri, kukull, ari, majmun, ku të gjithë që mund tjetë. Ty Allahu të qoj, njerëzit paguajnë me mira euro për ta gjetë magjinë se ku është, ty të ka shu Allahu e gjete. Ose ka qenë një çmena që e ka hudh ashtu. Elhamdulillah, falendero Allahun që e gjete, pëno sure Kurani, fry ujtit, futet në ujë, leje disa orë aty, pastaj vej flakën. Nëse nuk din gjë, minimalja që duhet bësh me këto gjëra të dyshimta është me i vu flakën. Minimalja. Me e shkatru magjinë. Jo thot e hudhe, dikush tha e hudha në lumë, se kështu më thanë. E ke rujt deri në ditë kiametit. A dhe gjej pulumbarë me e gjetë ku është magjia. Unë falë vetëm farzin, pra nuk i falë sunetet. Allah unë falë, am quhet, se sunetet i falë vetëm kur kam kohë. Elhamdulillah. Mirë, nuk je keq. Po mundohu që sunetet mos ikin, sepse garantuesi dhe mbrojtësi më i mirë i farzit kush është? Falja e sunetet. Po ti mirë je, mashallah, elhamdulillah, shumë mirë je, po mundohu që ti falësh. Do të shkoj në umre prap, mashallah. Thot, por ditën që do të nisme kam datën e menstruacioneve. A mund të përdor kokra që mos të mbinë, apo hynë gjuna? Jo, nuk është gjuna. S'është gjuna. E rëndësishme është që ti përdosh përpara. Jo ti përdosh ato ditë, sa ato ditë derisa të japin efektin, po ti përdori përpara që ta japin efektin tamam, edhe nuk ka problem fetarisht dhe nuk është gjuna. Një banes ka qenë në shitje, pronarja i ka thënë një sebebi, familjari, ndërmjetësuesi,
me ja gjetë dikë me e shit banesën. Ndërmjetësuesi e gjen blerësin, dakordohen për çmimin dhe blerësi kërkon që të lirohet banesa. Të largohen të gjitha gjërat mobiljet. Ndërmjetësuesi ja përcjell pronares kërkesën e blerësit. Pronarja thotë, hiqi gjërat, nëse do merri për vete, nëse do hidhi. E rëndësishme është liroja blerësit, që kur të vi ta ketë bosh. Ndërmjetësuesi gjërat që kanë qenë në gjendje të mirë i ka marrë, ka çuar shtëpia vet, të tjerat i ka hedhur. Kur shkon te noteri me nënshkruar kontratën, kadastër del se banesa nuk është në emër të pronarës. Kadastër del se banesa nuk është në emër të pronares. Ajo e ka bler banesën, por nuk ja ka bler të gjithë, nuk i ka bërë gjitha hapat që pronat i kalonte në emër të asaj. Për këtë arsye, blerësi është larguar. Tani pronarja i kërkon ndërmjetësuesit që t'ia kthejë edhe një herë gjërat. A ka për obligim t'ia kthejë? Jo. I gëzofshë vëlla, mos e vrit mendjen fare. Dhe kjo pronarja, inshallah zën men. Inshallah zën men. Mos i kthe as si lug, mos i kthe hiç. Ma e gjitha për vete. Në një kodër janë disa varreza dhe pak më larg varrezave po sheshojnë një vend për disa varrezat e tjera dhe po heqim dheun. Dhe po heqin dheun, e ka bo gabim. A është keq që këtë dheun ta marrun ta ut tek baçja e shtëpisë? S'ka si problem. Merë dheun, s'ka si le problemi. Mos ka ne terslik se është dhe ku do të bëhen varre, po s'ka lidhje apo. Unë do të lind vajzë, mashallah, Zoti e bekoft, dhe doja që mos t'ja pres flokët ditën e 7, sepse do t'ja presi vllai kur të vi nga Amerika. Dhe a bën që kurbanin dhe vendosin e emrit t'ja vej ditën e 7, ndërsa flokët kur të vi vllai. E para gjë, nuk është në traditën islame prerja e flokëve, ose si quhet në gjuhën popullore, nuni. Nuk ekziston në islam nuni. As elifi, as baja, as taja, as nuni, nuk ekziston, s'ka nun. E para gjë. E dyta gjë, mund të vendoset emri ditën e 7 pa ardhur vllai, edhe kurbani ditën e 7 pa ardhur vllai. E treta, vajzave nuk i rruhen kokat siç u rruhen çunave. Vajzave nuk i rruhen kokat. Ka dy mendime për vajzat. Ka një mendim që thotë i rruhen njësoj si çunit, dhe ka një mendim që është unë mendoj, Allahu dhe mësimi më afër, më i saktë, se nuk i ruhet koka gocave. Kështu që vllai kur do që të vi, s'ka prerje flokësh, rri e qetë ose rri i qetë. Nëse nuk mundem me e gjet fatin e jetës, pra me e gjet, shumë jam të kërku, e vjen deri në një pikë të bëhet puna e pastaj thonë s'mund, çka të mundem me bë, a shku nona jem tek një grue, po nuk be i besoj. Jo, mërë nuk do të shkoj nona ke gruja, po do të shkoj shtit, kënohesh ke nej hoqë. Shpun nga nona është martu, nona të ka bo ty, nona është në rregull. Nona i ka bo detyrat e shtëpisë, në rregull. Shko kënohu ti, jo nona. Edhe larg këtyne grave që bëjnë dërmon pa shku personi, pacienti. Se këta janë nona e muhabetit. Unë jam në një mosh kaq vjeçare, e ka shkruar moshën, dhe kam multiple sklerozë. Pra sklerozë multiple, i themi ne, ka në hija jonë. Ajo shkaku pse nuk mundem me ecë. Tash po bëj terapi indiane. Ai më thotë që trupin e kam të mirë, po duhet tash me ecë. Po nuk mund të me i lujt kamët. Hajde merre vesh këtë punë. Ai thotë tani duhet me ecë. Ky thotë si luj dot. Me thonë të falem dhe t'i lutem Zotit se është shumë e çuditshme. Pra i ka thonë indiani, lutju Zotit se me parametra e në rregull, duhet ecë.
çfarë më këshillon? Sepse unë nuk mund të marr abdes. Në këto raste abdesin ja jep dikush tjetër. Si? Dikush tjetër ja lan durët, për shembull, ja lan komët dhe ky quhet me abdes. Mirë ka thonë indiani, pagan, po e ka qëllu. E se mund të jetë dhe indian muslimon, s'ka lidhje. E rëndësishme, pra mirë ka thonë, parametrat i ke mush, po duhet të ecësh, po se eci dot. E më mirë boj dua Zotit, ka thonë, rregull është. Tamam. Jam duke ikur në Itali me punë dhe nuk e di se sa mund të rri atje, mbasi një muaj, apo më shumë, apo më pak. Gjatë kohës që jam atje, duhet ta fal namazin e shkurtuar, a konsiderohen si udhëtar? Kjo është një çështje që ka interpretime të ndryshme. Më e sakta është nëse s'ke vendos të jetosh përgjithmonë në atë vend, e ke statusin e udhëtarit. Ky është mendimi më i saktë, megjithëse ka mendime të ndryshme për këtë çështje. Është një pyetje shumë e bukur, më pëlqen shumë kjo pyetje. Ka hadithe që thotë, kush e bën këtë, s'është prej nesh. Po e bën këtë, s'është prej nesh. Çfarë kuptimi merr? E bukur kjo, shumë pyetje e bukur, interesante. Ka hadithe që thotë, kush e bën këtë gjë nuk është prej muslimanëve. Kush e bën këtë gjë nuk është prej nesh. Tani, nëse e bën dikush këtë gjë që ka thonë pejgamberi se kush e bën këtë gjë s'është prej nesh. Thotë, kjo është qafir, pa është femohus, apo çfarë? Përgjigja. Nëse ka një hadith që thotë, kush e bën këtë gjë nuk është prej nesh, ne e shohim këtë gjën, e analizojmë. A ka të bëjë me shirkun, del prej feje. A ka të bëjë me mohimin e fesë, del prej feje. Apo është në një mëkat. Po profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush e bën këtë mëkat nuk është prej nesh. Atëherë themi këtu ka për qëllim është shumë e rëndë. Për shembull, thotë kush vjen tek një fallxhor ose magjistar dhe i beson për atë që thotë, nuk është prej nesh. Tani vajte ke magjistari apo ke fallxhori për të njoftuar ai ty për të ardhmen, që është ghaib. Çfarë gjykimi ka në Islam? Po sikur mos ishte ky hadith. Ky hadith se kemi ngjuar akoma. Çfarë gjykimi ka në Islam? Që shkosh tek një fallxhor apo tek një magjistar që të njoftoj për të ardhmen. Cili është gjykimi i Islamit? Del nga feja. Pra edhe sikur mos ta kishim gjuar këtë hadith, kemi argumenta të tjera që kush e bën këtë punë del nga feja. Dëgjoj hadithin tjetër. Thotë: kush e bën atë punë me gruën e vet në kohën e menstruacioneve nuk është prej nesh. Bërja e aktit në kohën e menstruacioneve e qit prej feje njeriu? Si mas rregullave që kemi mësuar ne për shirkun, për idhujtarin, për mohimin, mirë s'ka lidhje fare. Atë këtu nën kupton që është gjë shumë e rëndë. Është gjë shumë e rëndë, po jo se del njeriu nga feja. Për këtë arsye, interpretimin e saktë kush ta jep ai që ka diturinë. Se ka njerëz që llocin me hadith. Aty gjithë sahati i Islamit i ngel ke hadith. Po pritet se ka hadith, ka interpretime, ka transmetime të tjera. Or ky hadith mund të jetë i saktë, po është i shfuqizuar. Ka ardhur një hadith tjetër në fund të jetës pejgamberit alayhis salam që e ka shfuqizuar këtë hadithin e saktë që ty të ka sot në dorë për herë të parë. Edhe hadithet kushtohet, kush e bën këtë është në xhenem, kush e bën këtë është në xhenet, nuk janë kështu bileta. Po që nën kupton ka vlerë të madhe, që nën kupton është keq shumë. Sepse nuk mund të jetë një argument në fen ton, nuk mund të jetë një argument orientuesi i të ardhmes njeriu. Feja ka 1, 2, 3, 5, 15, 20, 30, 100 argumenta për të njëjtën temë ndoshta. Atëherë hulumtuesi, studiuesi i merr të gjitha, i analizon dhe del në një përfundim. Po kush e bën këtë punë? Leja atij që është i specializuar, vëlla. Ç'po duhet ty më humor me këtë sport? Peja ditë të tillë pyetore, si është puna, thotë hoxha, ta zgjidh. S'ke nevojë ti me shku 17 vjet me kërku dijen, me ditë se si komentohet hadithi. Cili është përkthim i Kuranit më i saktë? Të gjitha përkthimet janë okay. Përkthimi i Sherif Ahmedit, përkthimi i Nahit, përkthimi që është bërë më parë, gjitha përkthimet janë të sakta. Gjitha përkthimet janë okay. Mos e vrisni mendjen. Nëse ka diçka që se kupton, pyet.
A lejo që të mbash piktura abstrakte? Lejohet, s'ka problem. Fetarisht nuk ka asë dhe problemi. Jam në bisedë me një vëlla musliman dhe thotë që mjekra është vetëm pjesa poshtë mustaqeve. Do të jetë spanjoll ky vëllai. Ose meksikan, ta kanë kështu. Çfarë më bëj? Do të piqet edhe ky inshallah. Masi të lexoj pak do të piqet edhe ky, do të bëhet tamam. A prishet abdesin nëse je duke u fal gjatë namazit dhe ke kontakt me fëmijët të cilët kanë urinuar? Dhe ti e ke kuptuar mbasi ka marrë namaz, s'ka lidhje fare. Edhe me qenë namaz nuk prishet namazi as abdesi. Për shembull, je duke fal nona ose baba namaz. Edhe kalon fëmia aty drejti ose i ulet fëmia në prenë ku dëgjon, po fëmia është a prishet, s'prishet, as abdesi as namaz. Nuk ka shkollaj u prish ka abdesi namazi? Okej, a ka mundësi me eliminu, me kalu? Ky thota se ka vuar e fare, po mas namaz dhe ka kuptuar që ai kishte qenë i lag për urinë, s'ka gjë inshallah. Shkova në një fast food në cilin ka edhe mish pule dhe mish derri. Unë porosita sanduiçin me mish pule dhe thash bismillah para se ta haja. A është halal? Pula halal është. Në rregull jeti. Vetëm se nuk duhet gatuan me i vend. Vetëm se nuk duhet i kapi me të njëjtën ç'e quhet ajo? Mash, kapse, ç'e quhet ajo? Pra kaca muhabeti, po nëse është mish pule dhe gatuhet në vete dhe nuk kapet me të njëjtën, etj, është okay. Nëse e fal vitin 3 rekat pa bërë ulje në rekatin e dytë, a do të lexoj sure mbas El Fatihas në rekatin e tretë? Po, s'ka lidhje. Nëse një grua sheh një pikë të vogël gjaku, por më vonë nuk ka asgjë. Dhe kjo ndodh në ato ditë përpara se me menstruacioni që është duke u afruar menstruacionit ose mbas, s'ka gjë fare, hiç. Rremat apo piklat para se me ardh koha s'kan gjykim, rremat apo piklat mbasi ka mbaru menstruacioni dhe është pastru femra nuk kanë gjykim. Për këtë ka transmetim të saktë. Thonë sahabiatët, nuk e merrshim konsiderat, nuk i merrnim në konsiderat rremat para apo mbrapa. Rremat nuk merren në konsiderat, jo rrenat, si dikush mund të thotë hoxha, rrenat. Rremat, me m, rrema. Çfarë janë rremat? A e dini çfarë janë rremat? Çfarë janë rremat? Rremat çfarë janë? Po pra ato që duken si viza kështu me zigzage. Kapilarët e vdekur. E kapilarët gjallë. Ka vajt koha? E sigurt. Nëse dikujt i kërkon halal dhe i kërkon falje për që i fol keq për të, dhe ai njëri ta bën halal, ta fal. A ka nevojë në ato njerëz që ke folur keq për këtë njeri t'ju flasësh mirë? Po, edhe pse ky ta ka bë halal, ti fol mirë. Ti fol mirë, se ky ta bën halal, po ato akoma vazhdojnë me verdiktin e rrenës tate, ose të fol me skeq. A lejohet gruaja lehon me bebin me dal jashtë natën pa mushditet? Lejohet. Ç'është kjo pa mushditet? Kur quhet se i ka mushditet? Aman apo ç'a muhabetesh? Unë bëj një punë thotë që jam në lëvizje dhe gjatë gjithë ditës fal drekën, më ndodh ta fal në xhami dhe të ikit falen pa i thënë njeriu. A marr gjuna nëse nuk vën dieni ata që janë sipër meje në punë? Falo burrë, s'ka problem. Se do bën ai gjuna. Të fal namazin. E rëndësishme mos u fal 3 sahat. Fal farzin edhe ik. Je në rregull. Profetët kanë bërë gjuna të vogla, po Allahu i ka ruajtur nga çdo lloj gjunahu. Po Zoti i Madh i ka ruajtur nga gjunahet e mëdha profetët, ndërsa gjunahet vogla kanë bërë për 2 arsye. 1, se i pagabueshëm është vetëm Allahu, dhe e dyta si duhet bëjmë ne kur gabojmë.
Marrim shembull profetin alayhi salatu wassalam. Mirë, atëherë mjaftohemi inshallah taala se lamdra pyetje ka sa dush, po mjaftohemi me kaq. Zoti na fal dhe na mëshiroft. Ka shumë pyetje që janë, po elhamdulillah, kaq arritëm për sot. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.